Kanë referuar si trajner i të famshmëve. Si reagoni ndaj kësaj etikete? E, jo, unë e pres shumë thjesht, nuk është se pres të famshëm, domethënë unë gjithë njerëzit i trajtoj një lloj. Vetëm për kujdesja ime është prapë është një lloj. Përsi se ti mund të ndalesh tek dy ikonat e muzikës tonë, për shembull, nuk e di, duhet i përmend Patjetër, jeni i lirë Soni Male dhe të thoni. Aurelia. Aurelia kanë, do të thënë Soni kanë qenë 2006 që stërvitemi bashkë. Tani është bërë instruktorja vetvetes deri diku, tani. Vetëm disa sugjerime ose Aurelia Gaçe, edhe Aurelia ka qenë në vitin 2011 besoj. Që unë i kishte dëgjuar emrat e dyja, dhe po nuk i njihshe personalisht, dhe njerëzit kur vinin thotë, pas qenë Soni, qeke Aurelia, duke pas kanë qenë Anita Tarife, Zajmina, kanë shumë këngëtarë të tjerë, Elvana Gjata kanë qenë gjithë me radhë. Këto atëherë veçantia që Çka bën diferencën? Unë sugjerime që sapo jo thash, sugjerime anën teknike të ushtrimet që unë jap. Okay. Dhe pothuajse për gjithë klientët unë rri afër atyre. Këtyre kam pas më tepër afër sepse më kanë kërkuar në fillim fare që unë t'i rri afër, ti stërvitesh të dyja nga afër, dhe Sonin dhe Aurelen. Tani thash janë bërë instruktorët e vetës, se ato vinë dhe e kanë si shtëpinë e tyre tani. Unë për mua janë pjesëtar të familjes time. Kujdesi që unë kam krijuar ndaj tyre, ka krijuar besimin tek ato. Dhe duke krijuar ato besim, unë janë shumë të thjeshta. Nuk janë më në të rolin që njerëzit mund t'i shohin dhe thotë, qeke një VIP, qeke një. Për mua janë njerëz më të thjeshtë dhe më të mirë, thënë. Jo se klientët e tjerë janë të gjithë një lloj për mua, një lloj. Ato kanë vite që